Përshëndetje të dashur miq të Korça Boom, jemi në episodin e 7 të emisionit Boom Sport të podcastit ton tani, I cili ka arritur në episodin e 7 dhe ky emision është mundësuar nga Uji Pajko, Hotel Gërmenji, Kafe Elzak, Nik Optika, Eke Real Estate, Fircom, Grek Medical Center dhe La Tornanza. I falenderojmë të gjithë sponsorat që janë pranë nesh, pasi pa ta ky emision nuk do të ishte I mundur. Por përveç sponsorave do të falenderoj edhe të gjithë ata që na janë bashkuar në kanalin e Korça Boom në YouTube, pra që na kanë bërë subscribe, që na kanë bërë like, që na kanë ndjekur podcastin dhe të gjithë njerëzit që mezi presin që podcasti të dalë në live. Atëherë Brendon, episodi I kaluar ka qenë, mund të them, një nga episodet më të suksesshme që ne kemi zhvilluar dhe interesi ka qenë shumë I lartë sepse edhe Skënderbeu bëri një ndeshje me një ekip si Partizani dhe kjo solli atë kurreshtin e të gjithë tifozëve se çfarë mund të kishte ndodhur në këtë ndeshje, si ishte paraqitur Skënderbeu. Tani vim pas ndeshjes me Partizani, vim një ndeshje përballë ekipit të Kavajës, ku Skënderbeu ekipit të Besës, ku Skënderbeu fitoi me rezultatin 2-1. Tani un kam një pyetje që ta nisim ashtu siç duhet podcastin. Un kam një pyetje, ishte Skënderbeu më mirë apo ishte niveli ekipit të Kavajës ishte disi më I dobët se sa niveli ekipit të Partizanit apo miqësorës së parë ekipit të Strugës? Unë do thoja, s'pari, do edhe unë t'i falenderoj të gjithë ndjekësit edhe ata që kanë marrë pjesë me komentet e tyre, me opinionet e tyre dhe me pyetjet e tyre. Natyrisht, siç e dini, kemi dhe një rubrikë të veçantë që çdo emision, afër fundit të emisionit kemi rubrikë për komentet dhe opinionet e tifozëve, do t'i lexojmë edhe në episodin e sotëm natyrisht. Falenderojmë natyrisht edhe gjithë sponsorat që na kanë përkrahur siç I përmend edhe ti dhe për të kaluar tek tema e parë, tek miqësoria e ditës shtunë me Besën që u zhvillua në aneksin e stadiumit Skënderbeu. Së pari më lejo të rikujtoj pasi kishte ende disa njerëz tifozë të tjerë që shkruanin edhe në rrjetet sociale të Korça Boom për pjesën e transmetimit të ndeshjes. E rikujtoj, nëse dikush mbase nuk e ka parë në episodet e kaluara, rikujtoj që për gjithë ata që kanë humbur nga episodet e kaluara, I keni të gjitha të disponueshme në YouTube, në playlist, në podcastet e kanalit të Korça Boom, mund të bëni subscribe dhe I gjeni të gjitha të disponueshme aty. Dhe po e ritheksoj që për shkak të problemeve, le të themi, mbjelljes së barit të ri të fushës stadiumit Skënderbeu, ndeshjet nuk luhen në fushën pra në stadiumin Skënderbeu, por luhen në aneksin e stadiumit dhe për shkak të kushteve teknike aneksi e bën të pamundur le të themi transmetimin live të gjithë ndeshjes, kështu që pak javën e kaluar aty ishte vështirë për ta parë ndeshjen si tifoz dhe është shumë akoma më e vështirë për ta transmetuar. Mirë, po un kam një surprizë për të gjithë ndjekësit e Korça Boom që ndeshja e cila do të zhvillohet në qytetin e Pogradecit midis Skënderbeu dhe ekipit Pogradecit do të zhvillohet në stadiumin e Pogradecit siç e thash. Kjo ndeshje do të transmetohet nga Korça Boom në YouTube. Kështu që qëndroni me ne sepse këtë ndeshje do ta keni mundësinë ta shihoni live sepse në stadiumin e Pogradecit normalisht kushtet janë perfekte për një transmetim në ndeshje. Ne nuk e transmetuam ndeshjen përballë ekipit Partizanit sepse të drejtat e transmetimit I kishte vetë klubi Partizanit me kanalin Partizanit Channel, kështu që tani nuk na pengon asgjë për ta transmetuar këtë ndeshje dhe ndeshja që do të luhet të shtunën do të transmetohet, ndërkohë që ndeshja që do të luhet nesër përballë ekipit të Kukësit, kjo është përsëri në aneks dhe përsëri do të luhet në Korçë. Kemi ato problemet që I citoj dhe Brendoni. Tani të për miqësorët do kalojmë pak më vonë se kemi dhe kalendarin e plotë të miqësorëve deri në fillimin e kampionatit. Nuk I di, do na I thuash të gjitha. Edhe të informojmë edhe të gjithë shikuesit dhe ndjekësit tanë. Atëherë qëndrojmë tek ndeshja me Besën tek pyetja që më bëre. Atëherë për mendimin tim, më pas më dal në detaje. Po, dojmë dhe në analizën e lojës edhe të lojtarëve. Në fillim duhet më përgjigjesh për të pjesën. Ishte niveli mi dobët I Besës dhe bëri që Skënderbeu të kishte paraqitje të mirë, apo kemi një lloj rritje të nivelit të ekipit të Skënderbeut? Unë them që kemi një rritje të nivelit, jemi pothuajse pas një muaj tashmë nga nisja e startit përgatitjes të fazës në stërvitjet që nisën datën 1 korrik në qytetin e Korçës. Natyrisht që le të themi skuadra ka të ngarkesën maksimale ato javët e para dhe vjen momenti që duke parë dhe atë ndryshimin pothuajse të gjysmës së skuadrës në krahasim me atë që ishte sezonin e vjetshëm, kemi ndryshuar pothuajse tërësisht boshtin le të themi dhe ende me Nasër që nuk është kthyer, pra duke parë gjithë këta faktorë
dhe që skuadra e re, domethënë pash shenja progresi tek skuadra në raport me ndeshjen e fundit me Partizanin. Jo se kishte kaluar në një kohë shumë e gjatë sepse ishte thjesht një javë le të themi nga ndeshjet e tjetra, por kishte shenja të mira dhe për mendimin tim Besa nuk është një skuadër për të nëvlerësuar. Besa është ndeshur dhe me Partizanin. Dhe në mos gaboj ka fituar Besa ndaj Partizanit në miqësore para rreth 2 javë, kur sapo kishte nisur në mos gaboj Partizan. Nëse llogarit kështu në futboll, por që po them, miqësoret si gjithmonë siç atë qendrim që mbajta dhe kur Skënderbeu humbi ndaj Partizanit dhe Strugës, të njëjtin qendrim do mbajë tani që fitojnë ndaj Besës, apo nëse do fitojë dhe ndeshjet e tjera në vijim. Ndeshjet miqësore, rezultati nuk është paqësor, nuk janë ndonjë tregues le të themi i nivelit real të skuadrës, sepse skuadra duan kohë, duan muaj. Është më shumë ideja që çfarë forme ka skuadra, çfarë forme kanë lojtarë të caktuar, skemat që po aplikon trajneri dhe cila është ajo ideja le të themi që do tentoj skuadra të ndjekë gjatë gjithë rrugtimit të sezonit. Kështu që për mendimin tim, fitore merituar ndaj Besës. Besa ishte një kundërshtar që e tregoi në momente të caktuar që edhe mund ta rihapte ndeshjen, pasi siç dihet goli 2-1 deri thjesht në fund në minutën 88-89 me një penallti shumë të diskutueshme, madje do thoja unë midis portierit Dobjani dhe shërbëtorit të Besit. Që përplastoi, po në ndeshje miqësore nuk është se po bëjmë polemika arbitrimi, kështu që përtej asaj unë nuk bëjmë polemika edhe në ndeshje zyrtare, po klubi i Skënderbeu gjithmonë ka qenë i qetë, kështu që për mendimin tim ishte një ndeshje le të themi më shumë e merituar nga Skënderbeu, sepse trajneri Magani kishte hedhur formacionin më të mirë të disponueshëm. Besa siç dihet përsëri do të jetë pretendente për të ngjitur në Superligën, nuk është një skuadër për mbijetesë në kategorinë e parë. Nuk po them që është skuadra më e mirë e kategorisë së parë, por është një rival i denjëm, kështu që nuk e nëvlerësoj fare Besën. Përpara se të kalojmë në analizën e detajuar të kësaj ndeshje, do të thoya edhe unë mendimin tim që domethënë do të përgjigjem asaj pyetjes që bëra vetë që vihet të re një lloj rritje e lojës së Skënderbeut. Pra Skënderbeu u duk më mirë i vendosur në fushë, ishte më i qartë nga domethënë në gjitha detyrat Skënderbeu ishte më i qartë në interpretimin e lojës. Ajo që më pëlqeu më shumë ishte pjesa e mes fushës me lojtarin Braga, Drame dhe Janaçi. Më dukeshin të tre në një formë të shkëlqyer dhe ajo që ngro është pjesa kryesore ose vena kryesore e gjithë lojës futbollit është mezi fushës. Nëse rregullon mezin e fushës, atëherë ke të lehtë për të rregullosh mbrojtjen edhe sulmin, në të cilat mund të them që kemi ende mangësi, ndoshta duhet presim edhe kthimin e Nasër, por që për të ndalur tek ajo që thash në fillim, edhe sa e takon trajnerit, pash grind, pash vizion, ishte gjatë gjithë kohës më këmbë duke udhëzuar lojtarët e tij, pra kishte atë grindin e dur që i duhet një trajneri, jo si trajneri që kishim përpara që e zinte gjumin në momentet kur duhet të reagonte, kështu që edhe tifozët koçar do t'ja drejtoj si apel, një thirrje që mos e gjykojmë trajnerin Akmataj, edhe pse të gjithë pothuajse është sepse nuk ka një CV me titull, le të themi, nuk ka shumë eksperiencë. Një mungesë besimi mund ta quajmë, po le ta lëm trajnerin të bëj punën e vet, sepse ka nga loja në lojë ka bërë lëvizjet e dhura, pra ka ngritur lojën e ekipit. Dhe pastaj nëse do të jetë për të gjykuar, kur të jetë për të gjykuar, ne do të jemi të parë, ju të dytët dhe me radhë gjitha do ta çojmë atje ku duhet të jetë. Kështu që momentalisht mu duk trajner shumë i saktë, i qetë dhe me grintën e dur. Kështu që do ta presim se si do të shkojë historia e Skënderbeut. Unë e thash edhe në emisionin më përpara që Skënderbeu i duhet pak fati në ndeshjet e para, 3-4 ndeshjet e para. Dhe nëse aty pak kalendar i vështirë do të. Nuk ka megjithëse s'ka rival të lehtë. Rivalitet në shko. Se ka dhe luksin Skënderbeu të ketë rival. Ata në gjithë nivoj, në kategorinë superiore nuk ka nivel shumë të lartë. Si të flasim. Ignatia deri diku mund të jetë. Thjesht se emrat janë, domethënë, nisim me Vllaznin në transfert, vjen Dinamo, shkoj me Ignatia në transfert, vjen Tirana dhe mbylli me Vorën në transfert para pauzës së kombëtare. Janë 5 ndeshje deri në pauzën e kombëtareve në 19 shtator. Në 5 ndeshje unë nëse ekipi i Skënderbeu do të arrinte të merrte 10 pikë, do të ishte shumë okay në nisje të kampionatit. Duke parë që është një skuadër. Kështu që e lëm pak të qetë pjesën e gjykimit të ekipit përpara se të shkojmë në startin e kampionatit, sepse aty do duket gjithçka dhe pastaj do të vendosim pikat mbi, por duket vërtet një rritje e lojës së Skënderbeut. Pra le të qetësohet edhe një, si të thuash, publiku dhe të gjithë me radhë të qetësohemi duke parë punën progresive që po bën trajneri dhe ekipi.
Atëherë unë do thosha që ta filloj mirë analizën si zhvendën ndeshja me Partizanin me radhë repartet edhe si vajti ndeshja natyrisht për gjithë ata që nuk patën mundësi të ishin aneksin e stadiumit Skënderbeu për ta parë. Ka qenë një pjesë e parë do thoja unë e dominuar në shumicën e saj nga skuadra e Skënderbeut me sulme graduale si nga krahët, por sidomos edhe nga qendra, ndryshim nga ndeshja me Partizanin që në fazën sulmuese patën vështirësi në daljen sidomos në 3-4-7 pra në fazën e për të sulmuar zonën e ekipit kundërshtar. Kësaj here skuadra kishte më kthjellësi në pasime, në vertikalizime, në sulme drejt portës, në mënyrën e të organizimit. Kjo falmerit se edhe të mes fushës, jam shumë dakord edhe me atë që Petri ka tha për pjesën e mezit fushës, për mendimin tim është ndoshta reparti më i fortë që mund të kemi aktualisht në skuadër. Në repartet e tjera kemi jo, do vim në analizë pastaj me radhë përpara se të vish në analizë, unë do të ftoja të freskohesh me Ujin Pajko, të cilin na e sjell në studio IDD-SHPK. Ujin Pajko e gjeni në çdo supermarket Spar dhe së shpejti në të gjitha supermarketet e qytetit të Korçës. Mirë, ideja është që mezi fushës në këtë ndeshje për mendimin tim bëri diferencën që skuadra të arrinte të dominonte ekipin kundërshtar. Dy golat natyrisht, goli i parë erdhi pas një goditje këndi, një farë le të themi topit dytë të mbetur në zonë pas një dy luftimi dhe Braga ka shnuar më pas një grushtimi të portierit në zonën e Repcis, në zonën e 5 metrëshit, fare pranë portës, nuk e ka falur le të themi atë top që i mbeti aty. Dhe pas 10 minutash, pra ishte goli i parë në minutën e 8 dhe pas 10 minutash në një aksion shumë të bukur në një kombinim nga mezifushës midis Shaqes dhe Janaqit, Shaqe kroson nga krau i majt dhe Bismarck me kokën një nga armët e tij më të forta do thoja unë, ose ndoshta arma kryesore. Ishte vërtet një luftim i fortë në zonë dhe Bismarck kur u shkëput atje që arriti vazhdimsi ishte fantastike, domethënë është ajo që ne presim nga i sulmuesi Bismarck sepse vërtet i ka cilësitë dhe unë shpresoj shumë që mund të jetë një nga sulmuesit më të mirë në kategorinë superiore nëse i ecë pak fati dhe nuk dëmtohet sepse ai edhe kur ka ardhur te Skënderbeu përpara 2 vitesh vinte me një CV shumë të pasur, vinte nga ekipe shumë të mirë në Bullgari, ishte në CSKA Sofia. Mos gaboj dhe ishte larguar vetëm për shkak të dëmtimeve. Probleme fizike. Po, sepse si CV dhe si lojtar ka qenë fantastik kudo që ka shkuar. Edhe tek Vllaznia ndoqën shpresojmë tek Skënderbeu tani ti një sezon ndryshe, ti sezon i mbarë për Bismarck dhe për Skënderbeu natyrisht, se dhe ajo shkojnë bashkë dhe pas golit të dytë në minutën 18, Skënderbeu kryesisht më pas ka administruar lojën, pra është munduar të tentoj sulme graduale apo nëpërmjet goditjeve standarde, por nuk është se ka patur le të themi raste të pastra flagrante, kurse nga ana tjetër kemi Besën e cila u përpoq që të sulmoj le të themi nëpërmjet goditjeve standarde apo goditjeve nga distanca dhe mund të përmendim rastin e sulmuesit Ruzgit, sulmuesi lituanez i cili sezonin e kaluar ka qenë tek skuadra e Vorës, i cili është afruar tashmë tek skuadra e Besës dhe ai ka tentuar një goditje le të themi në dy luftime dy qendrat e mbrojtjes së Skënderbeut me Lleshin dhe Lagonidis, është shkëputur dhe ka goditur shtyllën pingulet portieri Italia dhe më pas është mbyllur pjesa e parë pa raste të mëtejshme nga të dyja skuadrat dhe në pjesën e dytë pavarësisht ndryshimeve të shumta që bën të dyja stafe teknike, duke aktivizuar pothuajse të gjithë lojtarët, tek Skënderbeu nuk luajtën vetë Trel do thoja unë nga afrimet e reja, qendërmbrojtësi Seydou, francezi, i cili dhe ai ka një dëmtim që do të thekë pak më vonë, Enur Totre që është afrimi i fundit gjithashtu në mesfush dhe Yahi, pra Xhemil Yahi, mesfushori nga Maqedonia e Veriut, i cili edhe ai ishte në stol por nuk ishte i gatshëm për të luajtur. Dhe pjesa e dytë, pra që thash, ka pasur atë që është logjike dhe që ndodh në gjitha miqësorët, ndrimet e shumta nga të dyja skuadrat, një faranje të ritmit të lojës dhe Besa ka qenë vetëm në një moment një traversën mos gaboj rreth minutës së 60, një top po frynte edhe pak era të ditë në stadiumi e devijuar, mori një trajektore të çuditshme dhe mund të kishte surprizuar portierin Alia, por përveç asaj pastaj ka qenë një pritje portierit Dobjanin mos gaboj rreth minutës së 80 në një aksion në goditje diagonale të sulmit të skuadrës së Besës dhe më pas 11 metrash i famshëm, pra i minutës së 88-89, i cili dhe vendosi vulosi më saktë të rezultatin përfundimtar në 2-1. Kështu që pak a shumë kjo ishte panorama le të themi e rasteve dhe Okej, ndalemi pak me detaje tani. Në momentin e parë ose formacioni që starton nga fillimi, po. Mendon se ai është formacioni i Skënderbeut momental? Në shumicën e tij po, jo në të gjithë, sepse duhet parë
kthimi Nasër që ende ajo historia me vizën nuk po mbaron, të shohim javën e vazhdim. Domethënë skema është ajo. Dhe është edhe 19 vjeçari, pra ajo sepse duhet të thënë që Shkëmbie nisi nga Stoli këtë ndeshje, trajneri Ahmata kishte preferuar të aktivizonte një sulmues tjetër që është në provë le të themi ende nuk ka firmosur tek Skënderbeu, një sulmues afrikan. Nuk na bën punë, ai na bën punë pjesa e 19 vjeçarit që mungonte. Kushdo që të ishte, mund të ishte edhe një lojtar tjetër, prandaj po them, kështu që normalisht duhet qenë se rregulloria me detyrim ai do të luajë, ai ose dikush tjetër. Pra skema e trajnerit është ajo. Skema 4-2-3-1, pra përsëritet. Shumica e lojtarëve janë ata. Megjithëse pjesën e dytë e pash që tentoi. Nuk e di sa do ta përdor në kampionat, tentoi edhe 3-5-2-shin sepse pati një moment ku futi. Unë jam fans i 3-5-2. Edhe pa Lokën dhe pastaj vulonte Zenullari në një moment, pastaj u fut edhe Grazdani, po edhe në krahun e djathtë Vangjeli pas kishim edhe afrimin domthon Vangjeli është zëvendësuar nga Kurti, që është një djalë i ri, rreth 23-24 vjeç, që është aktivizuar kryesisht ka dalë nga Akademia e Teutës, është aktivizuar kryesisht në ekipe si Korabi, Besa, Luan në krahun e djathtë. Ka luajtur rreth 15 minuta, 20 minuta në mos gaboj ndeshjen me Besën. Janë shumë pak për të dhënë një opinion, se duhet të thënë që nuk është se pati ndonjë impenjim të veçantë në ato momente, pasi dhe ritmi i ndeshjes kishte rënë, nuk është se pati ndonjë aksion për të veçuar, për të përmendur. Kështu që mbetet për të parë në ndeshjet në vijim, sepse sidomos Portën nuk kemi çfarë të diskutojmë, Malia titular, Bismarku vazhdon kapiten, Shaqi në momentin që u zëvendësua Bismark mori shiritin, kështu që pak a shumë dhe këto hierarkitë brenda skuadrës janë dalë. Pak i kushtojnë. Kështu që Alia për momentin me Dobjanin janë duke luajtur le të themi pak a shumë nga një pjesë e cili ose Alia 60 minuta dhe pastaj luan pjesën e dytë të portierit Dobjanit, siç është normale misore, por duket se titular në sezonin e ri do ta nisë. Okej, para se të kalojmë në detajet të tjera, sa i takon ekipit të Skënderbeu, do doja të përmendja edhe Hotel Gërmenjë, një mik tjetër të emisionit tonë, i cili ju fton që të kaloni një fundjavë të këndshme në hotelin i cili ndodhet në kilometrin e 30 në rrugën nacionale Ersekë Leskovik, por në qoftë se shkoni për të akomoduar apo për të drekuar, ju mos harroni të largoheni pa marrë edhe mjaltin i cili prodhohet shumë afër hotelit, ku do të keni mundësi të shikoni dhe kosheret. Është mjalti 100% bio që prodhon vetë pjesëtarë dhe njerëzit që kujdesen për Hotel Gërmenjin. Brendon, tani do doja të thoja pak duket se Ahmata i e shmangu pjesën e 19 vjeçarit, pra këtë ndeshje nuk e aktivizoi që aktivizoi pjesën e dytë. Okej. Kemi ndonjë informacion ose kush mendon ti se do të jetë ai 19 vjeçari që do të jetë pjesë e ekipit të Skënderbeut, siç e tham dhe sipas rregullores që ai do ndrohet përsëri nga 19 vjeçar, kështu që do të jetë thuajse titular i padiskutueshëm ky 18 apo 19 vjeçari i cili do të vinë nga Akademia e qytetit. Kush mendon se do të jetë? Unë jam midis Shkëmbit dhe Grazdanit, ndoshta me sa duket vetëm ta dy kemi parë. Për momentin nuk ka aktivizuar lojtar të tjerë. Ka dhe diçka Brendon që më ka bërë përshtypje gjatë kësaj jave, një mori lojtarësh nga Akademia e Skënderbeut i bashkojnë Kuksit, por dhe ekipeve të tjera sepse ka oferta. Pra, gjithë janë sulur 3-4 ekipe drejt Akademisë së Skënderbeut dhe Skënderbeu është i fundit që merr lojtar nga Akademia e vet. Kështu më duket situata. Unë besoj që sepse kjo, sepse kjo ka ngrenë, ne e kemi cituar dhe në emisionin më përpara që kemi bërë në televizion, ne kemi cituar që kjo ka ngrena dhe kjo mos respektimi i Akademisë do të ta marr prodhimin dikush tjetër, do të ta marr mjaltin siç i thon dikush tjetër. Kështu që kjo po ndodh me Akademinë e Skënderbeut. Ka mori ekipesh që vinë dhe po kërkojnë lojtar tan, po përveç Kuksit që Kuksi është kthyer në satelit ton. Shiko, për te pjesës 4 apo 5 lojtarëve që aktivizojnë aktualisht te Kuksi, unë do thoja që drejtuesit aty kanë qenë le të themi e kanë ndjekur performancën e lojtarëve të Akademisë si sezonin e kaluar kur shkuan nga titulli kampion në eliminatorët e Champions League-s të Youth League-s për të rinj deri tek ajo dy ndeshjet e famshme me Aston Villa. Ashtu dhe këtë sezon ku për fat të keq skuadra e 19 vjeçare Skënderbeut nuk bëri një performancë të mirë, pra nga një skuadër kampione bëri u rendit në mesin e tabelës në përfundim të sezonit. Kështu që kam përshtypjen drejtuesit nëse vërtet le të themi ishin lojtarë se okay, ne nisemi nga predispozicioni sepse janë lojtar Vendas, Korçar, domethënë jo thjesht nga qyteti i Korçës, po dhe nga rajoni afër Korçës. Nuk nisem nga jemi dashamirës, jo, po dhe shumica e njerëzve sepse mendojmë dhe është me të drejtë ajo në çdo klub që lojtari Vendas e ndjen fanellën. Megjithatë kemi nga këta lojtarë të Vendas që kemi një ekip të parë dhe shiko,
Ideja është po them ajo standardi apo ajo ideja le të themi që kanë njerëzit pak a shumë në kokën e tyre në raport me çfarë është një lojtar, një produkt i akademisë, në këtë lloj kuptimi e kisha. Unë jam shumë pro asaj, thash, edhe vendimit federatës për të aktivizuar lojtarë të rinj shqiptarë të tjerë sepse kishte vite që dyshim duke vuajtur, nuk kishim kundër asaj. Megjithatë një le të themi një ndalesë të shkurtër këtu para se të vazhdoj tek të rinjtë e Skënderbeut. Duhet që ata zotrinjtë e federatës, sepse po e diskutonin përsëri me kolegë këtë javë këtë pjesën e aktivizimit 45 minutshit apo 90 minutshit në kategorinë superiore. Ta saktësojnë mirë. Sepse nuk e kanë saktuar në atë, domethënë vërtet, domethënë mënyra sepse do aplikohet në të gjitha kampionatet pastaj sepse thot 45 minuta dhe pastaj thot zëvendësohet nga një tjetër po i ri 2 paragrafe më poshtë dhe pastaj sepse unë e di që me shumë drejtues klubesh të Superligës e kanë pasur këtë dilemë në telefonata që kanë pasur me zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ju kanë njoftuar që jo, domethënë për Superligën mjafton 45 minuta, nuk është e thënë që lojtari i ri të zëvendësohet nga një lojtar tjetër i ri, mund të jetë edhe një huaj apo një lojtar më i madh në moshë. Megjithatë, mënyra si është shkruar ai vendim nuk le të kuptohet këtë gjë, kështu që nuk e din nëse këta zotrinjt juristët e federatës apo zyra e shtypit apo kush merret me këto, domethënë që komunikon me klubet apo sektori garave besoj kryesisht merren me këtë pjesë, nuk ju kushton shumë besoj 2 minuta punësh që ta saktësojnë këtë, që për shembull ky rregull nuk vlen për kategorinë superiore, pra që mjafton 45 minutë, ose e kundërta që ta saktësojnë që po një i ri do të zëvendësohet nga i ri siç është shkruar atje, kështu që duhet ta saktësojnë në këtë sepse në rast se nuk e saktojnë para se të nisë sezoni. Këtu dyshojun se do ta bëj dikush, po unë po të isha presidenti i një klubi që javën e parë do pretendoja ndeshjen e tavolinë për mosbatim rregullorës dhe kur vetë pastaj çështja në seancë, që në komision disipline, apeli apo deri në kas, pastaj nuk e ndron dot aty punën e saktësimit, se po të qej për punën e saktësimit aty kur u dha vendimi Skënderbeut në fillim theshte me kualifikime, kështu që jo, le atë shtjetër historia jo mos hyn ato të UEFA-s. Kjo është diçka që është burokracia administrative që e ka shumë të kollajt sektori juridik, sektori garave i federatës që ta saktësoj, ta korrigjojë në mënyrë që të gjitha klubet, sepse kjo ka të bëjë me mirë administrimin e garës, nuk është thjesht se po e vëmë re ne si media apo si mos ndoshta ju jeni gabim dhe ata e kanë saktësuar ose duhet të them atë çfarë është të shkruar. Ti mos diskutoj ti javën e kaluar u diskutova me një tifoz. Këtë javë me këtë diskutova. Këtë po e theksoj për ndjekësit për të gjithë ata që na ndjekin në Korçabum, nëse ka dhe ndonjë nga nënpunësit e federatës që na ndjek. Po, le t'ja bëj të ditur rreperëve të tij që e kanë bër paksa le të themi të paqartë atë vendimin. Kështu që duhet ta saktësojnë. Si do të po t'isha president, unë do t'ju menja fitoren tavolinë. Po, nëse rregulloria ma lejon, patjetër unë do e bëja. Dhe është ajo shpreha e famshme latine, verba volent scripta manent, pra e folura fluturon, e shkruara mbetet, kështu që normalisht në institucione serioze, në gara serioze, prevalojnë dokumentet e shkruara, nuk është se më sa në telefon X apo Y. Pra akoma e përgjithshme e kësaj situate është që akoma ka një paqartësi. Thjesht për këtë pjesën që a do zëvendësohet me një të ri apo jo, pasi 45 minutë që nuk diskutohet që do luajë. Unë njoh një person që i bën të gjitha gjërat e qarta dhe ai është visi i Eker Real Estate, i cili është numri 1 në Korçë për gjitha problemet ose të gjitha shitjet apo të gjitha ambientet që u keni për të lëshuar me qira, mund të drejtoheni drejt Eker Real Estate për diskutuar me visin dhe për të zgjidhur atë që ju dëshironi sa i takon çështjeve imobiliare. Eker Real Estate numri 1. Atëre Brendon me sa duket e kemi të esauruar këtë pjesën e ndeshjes ta përfundoj pak të trive, pa ndeshjen me Besën, okay. Po tani prap do hysh në kjo. Jo tek vendimi i federatës, tek emrat që po përmendim për aktivizimin. Atë emrat. Okay. Se hyren në ato detaje, okay. Për emrat atëre, Shkambi për momentin besoj unë ai që ka më shumë shanse, duke parë ato që kemi parë deri tani në këto 3 ndeshje miqësore, Shkambi ka më shumë probabilitet që të jetë titullari, nëse më pyet ditën e parë me vllazninë në 22 gush kush do luajë titullar nga të rinjtë, për momentin besoj se Shkambi është favorit. Shkambin e ke ndjekur tek Skënderbeu 19? Më thuaj pak çfarë pozicioni ka Shkambi? Çfarë luante Shkambi përballë Aston Villës? Ishte mesfushor. Nuk ishte le të themi sulmues këtu, po tentoi sulmues krau ose sulmues i dytë. Sulmues krau, tani pak ai është një djalë i cili sapo ka dalë nga akademia dhe do të marrë një rol titullari. Tani bëjmë edhe eksperimente me këtë 19 vjeçar. Po jo, nuk është për eksperimente. Shko, kur je në atë moshë është normale. Tashi po shkoj në krahasime të tjera. Tani nuk mund ta mbaj dot Shkambi rolin e kraut të madh. Se gjëra mos i sulmues u bën mbrojtës krau, përfundoi mbrojtës qendër. Ashtu edhe Lewandowski ka nisur në. Kështu që kur je në atë moshë siç është Shkambi,
do tentosh 2-3 pozicione, ta shikosh ku ndihet më mirë, ku mund t'ja prendimet më shumë, do ta tentosh në mes fush, edhe mbrapa sulmuesit, edhe në ka numrin 10. Jo, s'jam dakord. S'jam dakord fare sepse ne nuk na prit puna tani të bëjmë eksperimente me shkambin. Ne na duhet që lojtarit paktën të jetë i qartë me pozicionin që do luaj, sepse nuk mund të luaj titullar shkambi në krahun e Salenasr. Prandaj po them mund të luajmë rast sulmuesit, mund të jepja pozicionin që ka patur te 19 vjeçarët ose nuk të bën punë shkambi. Kalo Grazhdani në krahun e majt. Kalojën, nuk e di ku mund ta kalosh atë djalin se ai luan gjitha pozicionet. Pra, kur nuk e ke të qartë, do të prish punë ky 19 vjeçari. Nuk do të jetë ashtu siç pretendohet apo siç është projekti i federatës që shpreson që të dalin lojtarë nga akademitë vendase. Jo, ti në këtë moment këtë e shikon si pengesë. Jam i sigurt që nëse të pyes një drejtuesi tan apo trajnerin ton për këtë rregull, ai do thoshte që jo, nuk e doja të ndodhte kështu këtë vit. Po nuk besoj se të gjithë klubet, nuk është puna te klubi Skënderbeut. Pyet Ignatian me atë luks, me atë skuadër që ka Ignatian, nuk e ka luksin të fundit 19 vjeçar. Po në rregull, testoj, provoj në dëshmisorë. Po them, federata e vuri dhe kështu që janë të detyruar ta zbatojnë. Janë detyruar, po mos e kthej në gangren. Unë këtë këshill kam. Nuk besoj që do kthehet në gangren, ti je një çik kështu pesimist për disa gjëra nga natyra, po unë do thoja që djali duhet të jetë i qetë psikologjikisht, emocionalisht, ta marrë në pozicionin që ka luajtur. Si shansin e jetës, si shansin e karrierës, jo thjesht shkembi, kushdo që të jetë edhe në vend të shkembi. Mirë, sepse është shansi i tij të afirmohet aq më tepër në kategorinë superiore me Skënderbeu, nuk të vjen shansi dy herë në jetë. Kështu që duhet të kap trenin në momentin, kështu që dhe djali duhet të jap maksimumin e tij, sepse sidomos në atë moshë dhe kemi parë në të gjitha klubet e botës, ka futbollistë që afirmohen dhe pas bëjnë karrierë të madhe, ka futbollistë që nuk e bëjnë dot atë hapin e madh cilësor, kështu që mbetet për të parë ne shkembit Grazhdanit apo kujdo tjetër, natyrisht i urojmë sukses që jo vetëm të jenë titular tek Skënderbeu, po të shkojnë edhe në shumë klube më lart se Skënderbeu dhe në Europë. Këta lojtarë që po përmendni pak më përpara, ti Sergio Ramos apo Lewandowski, çfarë tham, janë provuar në ndeshje miqësore, janë provuar në ndeshje kontrolli dhe pastaj dalin në përfundim. Tani nuk mund ta nisësh. Po them ta kalojnë nga sulmuesi mbrojtës shkembit. Unë po them thjesht pozicionin. Në pozicionin që ka luajtur. Do ta shohim çfarë do ta aktivizojë Amataj, do ta shohim deri atë ditë. Ka shumë gjasa që kjo do kthehet në problem, sepse nuk jam i sigurt në Djaloshi që mund të jap shumë në fazën sulmuese, mund të jap në mes fushë sepse është djalë i fortë, është djalë me vizion, mund të luajë shumë mirë në krahun e majt dhe pastaj nuk është kaq e prerë me thik shkëmbi dhe pik. Po ti mori Kuksi. Po nuk është se s'ka të tjerë, se lejohet, ideja është nga 2007 e poshtë, mund të aktivizohet edhe një 17 vjeçar, ku është problemi 18 vjeçar. Mirë, do ta gjejmë ku na çalon problemi i ekipit dhe do ta marrim nga 16 vjeç. Nëse po e marrim 19, do ta marrim 16. Shikoj sa unë kam këtu. Shikoj sa të paprgatitur i zuri ekipet shqiptare duke filluar që nga klubi ton ky rregull. Sepse kishin anashkaluar fare ekipet 19 vjeçare. Po kishte skuadra që po luan me 11 huaj, sepse u hoq limitit huajve. Po pikërisht më këtë po të them. Dhe shiko tani ka gjasa shumë, domethënë ka problematika të tilla që këto mund të kthehen vërtet në gangrena për ekipet shqiptare. Është diçka që do zgjidhet, domethënë normalisht sezoni i parë, në momentin që u vendos tani mund të ketë le të themi një farë surprize, një farë le të themi pasigurie për të përzgjedhur ato elemente dur, po që besoj pas këtij sezoni të parë kur u aplikua që do të zbatohet ky rregull, besoj që do të jetë diçka që edhe klubet do ta zgjidhin me shumë natyralitet dhe do e marrin më seriozisht pjesën e përgatitjes së të rinjve. Për këtë jam i bindur sepse në fundit është në interes të vetë klubeve, qoftë sportiv, qoftë edhe financiar natyrisht për të përfituar në të ardhmen, kështu që besoj është logjike që gjitha klubet do mundohen, jo thjesht Skënderbeu, po të gjitha ta vënë këtë pjesën e afirmimit të lojtarëve të rinj në shinat e duhura. Okej. Përpara se të kalojmë tek ndeshja e nesme e Skënderbeut përballë ekipit Kuksit, unë do të përshëndesja një sponsorin e radhës që është bashkuar në podcastin tonë, i cili është Fircom Electronic Store, ku mund të gjeni telefona, tableta, Samsung, iPhone, gjitha markat kryesore të telekomunikacionit mund t'i gjeni tek Fircom me një shërbim të shkëlqyer dhe sot në ofertë vetëm për podcastin ton kemi iPhone 14 Pro Max me një çmim 35.000 lekë të reja. Pra 350 me gjuhën që ne flasim, mund ta gjeni vetëm tek Fircom me këtë çmim brenda kësaj jave. Nxitoni ta përfitoni vetëm 350.000 lekë. iPhone 14 Pro Max me 128 GB memorie dhe me 100% cikli baterisë. Mirë.
kalojmë paksa tek kalendari miqësore. Natyrisht e radhës do të jetë ditën e nesërme ndaj Kukësit, besoj në orën 18, njësoj si pak a shumë me Besën ose 17:30, një nga të dy, po besoj 18 me shumë mundësi. Kemi më pas ditën e shtunë miqësore më të fortë, do të thoja unë, nga ato që ka zhvilluar deri tani skuadra me të cilat është përballë Skënderbeu, që është ekipi i Superligës greke Panetolikos, me të cilin do ndeshen në stadiumin e Pogradecit, dhe po ditën e mërkurtë të javës tjetër, pra do të jenë 2 ndeshje radhazi në Pogradec, kësaj here do të ndeshemi me fqinjet tanë, pra ekipin vendas të Pogradecit, dhe miqësoria e fundit që është parashikuar në të shtunën e ardhshme në datë 16 në mos gaboj, pra një javë para nisjes së Superligës, është ndeshja me Gramshin, skuadrën e kategorisë së dytë, që si vjet madje me sa kam ndjekur pak, kishte fituar një miqësore para disa ditësh me Partizanin B 0-2, pra është një skuadër që po mundohet le të themi mbase të ngjitet në një kategori më lart. Pra këta janë 4 emrat me të cilët do ndeshet Skënderbeu, natyrisht pikat ekipi i Panetolikosit për nga emri, po dhe për nga kampionati ku luan. Unë do ndalem pak tek përpara se të shkojmë tek pjesa ku do të lexojmë ato pak komente të cilat na janë bërë në emisionin e kaluar. Unë do ndalem pak tek miqësoria e nesërme, duke thënë që ekipi të Skënderbeut nesër i duhet një vazhdimësi fitoresh, pra një vazhdimësi loje të mirë në mënyrë që të ngrohë tifozët dhe të gjithë ata që kanë dyshime se si ky Skënderbeu do të jetë në ndeshjen e parë përballë Vllaznisë kur të fillojë kategoria superiore. Kështu që nëse shkojnë me moralin e lartë, nëse arrin të marrin fitore në këto ndeshjet e mbetura miqësore, jo vetëm ato të nesërmen me Kukësin, unë them që do të ndikojnë shumë, sepse Brendoni e tha pak më përpara që prap mbetet si mbetet në ndeshjen miqësore, por unë them që këto miqësore tregojnë shumë për lojtarët, tregojnë shumë për trajnerin, tregojnë shumë për mënyrën e vendosjes, tregojnë shumë për çdo gjë tjetër. Kështu që mund të gjykohet një ekip nga ndeshjet miqësore dhe mundet të vijnë ato pikat mbi se si mund të shkojë sezoni. Pra mund të nxjerrësh disa mësime nga miqësoret. Kështu që unë them që ekipi duhet të vlerësojë. Po e ndërtojnë atë boshtin pak a shumë. Pasi besoj portieri Alia, 2 qendërmbrojtësit Lagonidis dhe Leshi për momentin, pasi Sejdu duhet thënë që nuk luajti për shkak të një goditje me bryl që kishte marrë nga Bismarck në një dy luftim, jo se ishte ndonjë shell në stërvitje para një jave, kështu që mbetet për të pritur ende debutimi i qendërmbrojtësit francez. Megjithëse duhet thënë që është një lojtar që në karrierën e tij është aktivizuar disa momente edhe si mbrojtës i djathtë, por nuk e di në raste emergjence, sepse normalisht shumicën e karrierës e ka zhvilluar si qendërmbrojtës në kategorinë e tretë franceze. Kështu që mbetet për të parë le të themi pozicionin në momentin e aktivizimit të Sejdus. Dy krahët natyrisht që vazhduan ishin Vangjeli me Shaqi, aty ku ende presim shumë duhet thënë, ende të dy lojtarët, pavarësisht se i kemi vendas, i kemi lojtarë të akademisë dhe le të themi janë çunat e shtëpisë në një farë mënyre, janë dy lojtarë që të paktën në krahasim me sezonin e kaluar kanë një farë përmirësimi, po ende nuk janë për mendimin tim aty ku duhet për një Skënderbeu që le të themi duhet të jetë një skuadër pretendente, s'po them për Kupat e Evropës, por le të themi që të mos e vënë në diskutim mbjetesën në Superligë, kështu që ju mbetet për të punuar shumë të dy djemve, domethënë për të arritur aty ku duhet, kurse tek mes fusha ai boshti Drame, Braga dhe më pas metët për të parë Janaçi apo kush do të aktivizohet në mezin e fushës, dhe pjesa e sulmit me rikthimin e Nasër me Bismarck që duket sikur po e merr gradualisht formën fizike. Mbetet për të parë më pas le të themi se si do të jetë debutimi i kampionatit, po uroj vetëm që mos ketë dëmtime, probleme të tjera, aktivizimi Totrës, jam shumë kurioz ta shikoj në mesfush, pasi tek Shkëndia ka qenë, ajsa e mbaj mend para 10 vitesh, një nga lojtarët më të mirë, tek Tirana po ashtu ku ka fituar titullin kampion. Vitet e fundit ndoshta nuk i eci karriera siç e priste në rang klubesh, por megjithatë është një lojtar që ka eksperiencën e dur, njeh kampionatin dhe është një afrim me vlera, do thoja unë, për mesfushën e Skënderbeut, dhe një lojtar me një profil deri diku fantazie që i mungon, do thoja unë, mesfushës së Skënderbeut, dhe aty shpresoj të bëj diferencën, sepse Estrela nuk është larguar, do t'ju themi tifozë, pasi dhe e dim që ka një çështje Estrela që do largojë apo jo, por që ende siç dihet ka kontratë me klubin, kështu që ende nuk ka arritur një akord me drejtuesit dhe Estrela nuk u aktivizua ditën e shtunë ndaj Besës, por ishte në stol, pra Estrela është ende lojtari i Skënderbeut. Bëri dhe nxemjen, po bëri dhe stërvitjen para ndeshjes. Tani Brendon, përpara se të kalojmë tek komentet, unë do të përmend edhe sponsorin e radhës, i cili është Kafe Elzak, si zakonisht, është me ne në studio me kafe dekafeinato dhe me kakao, të cilat mundet t'i gjeni apo t'i porosisni tek dyqani i cili ndodhet përballë shkollës apo afër shkollës Themistokli Gërmenji.
Kalojmë tek miqësoret, Tani, tek kuksi. jo dhe miqësoret, tani do të shikojmë disa nga ato komentet e javës, okay. Komentet e javës, të cilat tifozët ndjekësit kanë shkruar në opinionet e tyre patjetër. Sigurisht ne gjithmonë janë të mirëpritur për të komentuar dhe lexojmë. Atëherë lexojmë disa prej tyre. Pastaj kalojmë tek Ignatia, se di që ke pak më merak atë pjesën. Kupat e Europës, patjetër. Okej. Atëherë kemi së pari një nga ndjekësit do thoya unë më të rregullt të emisionit Irdi Bujari, cilin e përshëndesim, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një mik i emisionit tashmë. Ka shkruar 2 komente më saktë. E para për sa i përket lojtarëve të Superligës, pse nuk afrohen, duhet keni qartë që në momentin kur s'u jepet një projekt fitues, asnjë lojtar apo trajneri i afirmuar nuk afrohet në një ekip. Në Shqipëri e dinë të gjithë mirë dhe sponsorët dhe agjentët e lojtarëve, ndaj nuk ndaj të njëjtin mendim me ju. Ne ka pasur për episodin e kaluar kur po flisnin për Mercaton. Dhe diçka tjetër, ky kampionat kemi dëgjuar që në fund do ndahet me 2 grupe. Ju lutem, ku e shikoni këtë ekip, në 6 të parat apo në 4 të dytat, dhe në rast përgjysmimi pikësh dhe përfundojmë në 4-shën e dytë, mendoni se do mund të fitojmë ndeshjet në ballafaqimet direkte? Pra ka dhe një pyetje në fund. Unë do të përgjigjem shkurtimisht, që më pas të kalojmë edhe te pjesa e fundit e emisionit. Mendoj se Skënderbeu do të jetë në 6 të para. Domethënë, gjithë dëshira, gjithë shpresa është që të jemi te 6 të para, por gjithsesi ne do ta analizojmë javë pas jave, do ta shikojmë se si do të shkojë ecuria e Skënderbeu dhe pastaj do të bëjmë një parashkim, ndoshta që tani kemi pak të vështirë se ku mund ta shikojmë. Më vonë pastaj do të qartësohet gjëja. Kalojmë pak sa 2 komente të tjera. Kemi Dashmir Bylikbashin, i cili është komenton për Span, mos gaboj, në podcastin tonë. Falenderojmë për komentin. Skënderbeu duhet të ketë shumë kujdes në mercato, pasi blerjet e janarit janë të vështira, rrallë gjen futbollistë të mirë, respekte. Pra, ideja është që drejtuesit, dhe unë jam deri diku dakord me mendimin e Dashmirit, në kuptimin që mercato e janarit të jep deri diku maksimumi 1 ose 2 lojtar, mund të korrigjosh diçka, por nuk mund të bësh maksimumi pasaj që të ndryshosh gjysmën e skuadrës. Ekipet edhe të Europës. Patjetër. Vlen përgjigje, kështu që jemi dakord me Dashmin. Grashdani është i mirë, thot Stavros Zharanjaku. Natyrisht e përshëndesim dhe shpresojmë që Grashdani të marrë minuta në sezonin e ri. Serenata Korçare, edhe ky komentues i zakonshëm i podcastit, thotë që duhet krijuar një bazë na falenderoj natyrisht për podcastin, dhe për ekipin duhet jemi realist, mbijetesa është objektivi, vetëm personalisht jam më së i kënaqur me vendin e 7. Pra, kemi një tifoz deri diku që e shikon me një sy objektiv, do thoya. Jo, ma nuk janë të kënaqur këta me vendin e 7, po bëhen kështu si diplomat, nuk e kuptoj pse. Jo, zotri, jo. Janë me atë mendimin tim, jo, më çam, e mos edhe mendimin tan tani, ide, domethënë le diplomacinë. Ideja tënde, dëshira tënde është që ne të po dëshira dhe e atij që ka shkuar dhe imja dhe e të gjithëve, natyrisht që është ka kupa të dëshira është gjë tjetër, por flasim për mundësitë reale. Okej, jo. Edhe mundësitë reale mund shikoj. Ti mendon që mund ta kapim? Mund të përmirësohemi shumë. Shpresojmë që të jemi me ty. Ti jemi vend të 7, nuk e pranoj dot fare, dhe pastaj do ta shikoni versionin tim në versionin tënd kritik. Se deri tani jemi okay. E kupton. Shkalojmë në emision dhe një koment i fundit nga një tifoz i Skënderbeut, që e falenderojmë, pasi natyrisht një koment nga Football Channel. Emision interesant nga një tifoz i Partizanit, mendoj që Partizani hyn në top 4 se ka akademi të fortë, të respekte për Skënderbeun, kështu që e respekton Skënderbeun. Nuk është nga ata që shajnë. Tifozët e Partizanit na ndjekin. Jo, jam i sigurt që na ndjekin, sepse ne nuk s'do flasim, baza Skënderbeu dhe për gjithë ekipet e futbollit shqiptar, por që më pëlqen fakti që kishte edhe një farë realizmi dhe edhe ai ishte si puna jote, besonte shumë tek akademia, sepse siç e dim dhe Partizani këtë sezon, sepse besoj në këtë aspekt është referuar dhe ndjekësi që na ka komentuar. Ne ke jashtë gjashtes, është e sigurt. Ai shpreson që me këta djem të rinj dhe me afrimet e fundit që ka bërë Partizani, kur ishin këto ekipet pretendent. Kur ishim ne dhe Partizani, Partizani që kemi qenë me rivalitet, këto të tjera si llogarisin, po tani do detyrohemi ta pranojmë që Ignatia, Teuta, Elbasani, Tirana, Dinamo janë Tirana mbetet ta shohim, nuk do thosha që tani Tirana mbetet për të parë. Do jetë Tirana, do jetë, ta them unë që do jetë ekip. Është një ekip simpatik, le të themi që po bën një farë investimi në mercato, por që ende mbetet për të parë. Dhe me që jemi tek shikimi, do falenderoja sponsorin më të ri që është bashkuar podcastit tonë, që është Nik Optika, i cili aty ku, siç e dini, ndodhet në pedonale bulevardin Shëngjeri, për gjithë ata që janë në Korçë, mund të kontaktoni aty me doktor Krishnikun, mund të telefononi në numrin e telefonit që do t'ju shfaqet në këto momente në ekran, dhe për të rezervuar gjitha takimet, qoftë për vizita okulistike, do të gjeni gjitha markat më cilësore të syzeve, qoftë optike, qoftë
Meqense jemi te shikimi. Dhe me qenë se jemi tek shikimi, doja të falenderoja sponsorin më të fundit që është bashkuar podcastit ton, që është Nik Optika, i cili ndodhet në bulevardin Shëngjirqi, pra në zonën pedonale të qytetit Korçës. Mund të telefononi aty për të rezervuar një takim në numrin e telefonit 069 27 600, ku doktor Niku natyrisht do t'ju presë bashkë me stafin e tij. Do të gjeni përveç vizitave okulistike për matjen e tensionit të syve apo gjithë problematikën që mund të keni, jo vetëm ata si puna jonë që mbajnë syze, por edhe ata që kanë shqetësime apo probleme me syt. Se kështu e kupton. Mund të kontaktojnë me doktor Nikun, i cili është një specialist i shkëlqyer dhe i cili do të jetë në shërbimin tuaj. Kuptohet, kemi në këtë klinikë dhe syze optike dhe syze të natyrale të tjera dhe kryesisht xhamat Esilor dhe Diveut, që janë dy nga markat më të njohura në botë, të cilët doktor Niku i rekomandon për të gjithë klientët e tij. Kështu që e falenderojmë Nik Optika për mbështetjen dhe të gjithë ata të cilët kanë probleme me syt, le të shkojnë të bëjnë një vizitë, një konsultë tek doktor Niku në përsëris në zonën pedonale të qytetit Korçës. Gjithashtu mund ta ndjekni në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook e të tjerë. Mirë, Brendon, atëre shkojmë tek kupat e Europës dhe ndalemi tek eliminimi i Ignatias dhe mund të themi që Dinamos. Ignatia është duke luajtur sërish tani sepse luan ndeshjen në Europa League. Në Irlandë, po, në turin e tretë. Sa shumë shanse Ignatia dhe pse eliminohet direkt nga sepse ka ndryshuar skema, nuk është e njëjta si dikur kur ishte Snerbeu, që dikur nga turi i dytë shkoje tek shtëpia, duhet të vijë në turin e tretë Championship që të luajë në Europa League, pastaj se s'kishte as Conference League fare atëherë, kështu që fatmirësisht në këtë rast për klubet shqiptare ekziston kjo mundësia që edhe kur eliminohen nga Champions i kalojnë në Europa League, ekipi kampion kuptohet gjithmonë nga Champions në Europa League dhe më pas në Conference League. Dhe Ignatia ka fatin për mendimin tim që ndeshet me një skuadër jo të nivelit të vështirësisë shumë të lartë. Shamrock Rovers u eliminua nga Ararati Armenis në turin e tretë të Champions, ashtu si Ignatia, që Ignatia duhet të na të ndeshjen me Celjen kur e ka barazuar Smajli me atë gol 2-2 në shtesë. Unë kam menduar sinqerisht, edhe për arsye të moralit, mënyrës se si vajte ndeshja mund ta kalonte. Sinqerisht besoja vërtet që Ignatia mund ta kalonte Celjen. Me që Ignatia le të themi nuk e ka prer parë fatkeqësisht që eliminohet nga 11 metershat, edhe me Borac, edhe me Ararat para 2 vitesh, pra ka në 3 sezone që luan në Europë, të treja me penalti. 2 herë, e kjo është herë e tretë, 11 metershat. Do ta vija paksa në diskutim edhe mënyrën, tek 11 metershat ndonjëherë janë dhe zgjedhje të lojtarëve, kush ka guximin, kush ka dëshirën, le të themi atë besimin, vetbesimin më të madh në vete, e merr përsipër ndonjëherë sepse ka trajner që cakton. E morën përsipër mbrojtësat, sidomos Bitri më la pak, ishte zgjedhja e parë, vinte nga një 11 metër që i shkaktuar në shtesë, nuk besoj se gjendja e tij emocionale psikologjike, ai mund të kishte dëshirë të shlyente gabimi dhe unë e kuptoj pse mund ta ketë marrë atë përgjegjësinë. Por fakti që pasaj e humbi e rëndon dhe më shumë lojtarin dhe kjo më la pak shije të hidhur mbase trajneri duhet kishte ndërhyr, por mbetet zgjedhje e tyre. Kurse ajo që më surprizoi paksa tek Ignatia është largimi i Xhemailit, i qendërmbrojtësit e kapitenit në Malajzi për një shifër rreth 100.000 euro, që duhet të në rast se Ignatia hyn te grupet janë shifra shumë të mëdha dhe nuk besoj se vetëm ajo që mendoj unë që mund ta ketë bindur presidenti Ndemrozi ta pranoj le të themi largimin e Xhemailit, mund të ketë ndonjë pakt që të luajë deri në fund të muajit korrik dhe të transferohet. Besoj është thjesht pjesa e rrogës së lojtarit, pa mund të kenë ofruar një shifër shumë të madhe dhe lojtari mund të ketë kërkuar presidentit një nder le të themi në mënyrë që ta lëshojë të lirë. Të pyes se çfarë ndodh nëse Ignatia eliminohet nga Shamrocku, ku shkon, a shkon në shtëpi apo jo? Do doja të përmendni edhe sponsorin e fundit që ne kemi. Patjetër, është edhe sponsori më i ri që i shtohet gjithashtu. Jo thjesht i fundit për garanci, apo thjesht më i ri që i shtohet podcastit tonë, që është Greek Medical Lab Center, të cilin e gjeni në bulevardin Fanoli në qytetin e Korçës, mbrapa bankës Raiffeisen, poshtë farmaci i Menës. Është qendra më e re diagnostike, qoftë për analiza, qoftë për vizita për mjek shqiptar, por edhe tuaj, sidomos mjek nga shteti grek, të cilët vinë her pas here për konsulta pranë Greek Medical Lab Center. Këtë javë do të ketë madje ditën e premte dhe të shtunë specialist, ditën e premte një endokrinolog dhe ditën e shtunë kardiolog dhe ginekolog, të cilët do të jenë prezent pranë Greek Medical Center. Kështu që të gjithë rezervoni, le të themi pacientët qoftë për pjesën e analizave, ka pajisje teknologjinë më të fundit, shërbim shumë të shpejtë e cilësor, ambiente shumë komode dhe natyrisht
për të gjithë klientët le të themi të cilët duan të rezervojnë qoftë takim për të kryer analiza, ekografi apo ekzaminime të natyrave të ndryshme, qoftë edhe për ata të cilët duan konsulta me mjekët shqiptar apo të huaj, siç është rasti i 3 specialistëve që do të vinë këtë fundjavë ditën e premte dhe të shtunë, mund të kontaktojnë në numrin e telefonit të Greek Medical Lab Center. Okej, Brendon, tani më thuaj se çfarë ndodh nëse Egnatia kalon Shamrokun apo dhe çfarë ndodh nëse Egnatia eliminohet. Duhet të thënë që ditën e dieshme është hedhur shorti zyrtar në Union të Zvicrës nga ana e UEFA-s. Egnatia në rast se kalon në play-off të Europa League-s, pra nëse kalon Shamrokun, duhet të thënë që ndeshja e kthimit është javën e ardhshme, datë 13 në orën 21 në stadiumin e Egnatias në Rogozhin. Egnatia do të ndeshet pra fituesi i çiftit Egnatia Shamrock me Lillestrøm të Norvegjisë, që është sezonin e kaluar një surprizë, një ekip i kategorisë së dytë, pra ekuivalenti i kategorisë së parë në Shqipëri, që ka fituar kupën e Norvegjisë. Është një kundërshtar, do thoja unë, që le të themi nëse Egnatia vërtet do i shkonte në play-off të Europa League-s, do kishte shanse se mund edhe ta tentonte përsëritjen e suksesit të Skënderbeut, por po e kaloi, kuptohet, Shamrockun, play-off i Europa League-s i garanton grupet e Conference League-s, pra ka shumë rëndësi kalimi i Shamrockut. Po me Dinamo? Dhe në rastin po të themi dhe në rastin se eliminohet nga Shamrocku, Egnatia kalon në turin play-off të Conference League-s, aty ku do të ndeshet me humsin e çiftit Kufs të Finlandës kundër Universitatea Craiova të Rumanisë. Pra, një kundërshtar le të themi, cilido që të jetë nga çifti midis Kupsit dhe Universitatea Craiovës, besoj në Conference League Egnatia e ka dhe aty prap shansin, domethënë që të hyjë, kështu që ka 2 shanse për mendimin tim shumë të mira që të paktën njërin duhet ta çojë deri në fund ta shfrytëzoj. Okej, kurse Dinamo ka kaluar Alumi, një skuadër slovene e cila pa shumë histori do të thonë. Dhe pas ndeshjes së parë barazimi 1-1 deri diku të merituar, deri diku gaboi Alumini dhe gaboi Dinamo në ndeshjen e parë, në ndeshjen e Sloveni. Ndeshjen e kthimit ka qenë një dominim, s'do thoya total, pasi deri në momentin e shënimit të golit të Vilës ka pasur një goditje shtylle, në një moment goditje nga këndi tek skuadra slovene, pra mund të kishin kaluar të parë në avantazh dhe mund të kishte marrë edhe tjetër loja, por më pas Dinamo pas golit të parë shënoi shumë shpejt edhe të dytin dhe ka dominuar totalisht. Merit, do thoja unë, pa ndryshim, edhe me ndryshimet që psoi skuadra e Dinamos, ka trajneri Daja, i cili është një ekspert tashmë i kupave të Europës, po e një shumë mirë si tek Skënderbeu, tek Ballkani, dhe i ka treguar me fakte le të themi arritjet dhe rezultatet e tij. Dhe do të thoja që rivali që do të luajë Dinamo në turin e tretë është Auda e Letonisë. Është një ekip surprizë, ka kaluar Steaua e Bukureshtit në turin e dytë. Një emër të madh. Një emër të madh, një ndeshje surprizuese, domethënë një humbje 4-1 e Steaua në ndeshjen e kthimit që nuk e priste askush. Nuk e di për çfarë arsye u shpërfytyrua Steaua në ndeshjen e kthimit. Dhe mbetet për të parë në rast se Dinamo do ta kalojë dhe këtë rival, pasi natyrisht të gjithë në letër themi rival letonezësh me i lehtë dhe mund të kalojë, por nuk duhet në vlerësuar. Nuk duhet në vlerësuar, por pra Daja është nga ata trajnerë që nuk në vlerëson. Dhe Dinamo ai ka kapacitet për ta kaluar. E kemi kështu që dhe në turin play-off, pra në rast se Dinamo përsërit suksesin e vitit kaluar, pasi dhe vitin e kaluar pasi kaloi Hajdukun, shkoi në play-off të Conference League-s. Sezonin e kaluar u eliminua nga Jabloneci Polonis. Këtë sezon do të ndeshet me humsin e çiftit Pafos Red Bull Salzburg. Pra Pafos që ka qenë në Champions, ekipi Cipriot që ka qenë në grupet e Champions, dhe Salzburgu dihet ekipi i madh i Austrisë. Okej, me garanci nuk shkon. Jo, unë nuk do thosha kaq me garanci. Jo, janë 2 ekipe shumë të mira. Pafos është shumë i investuar Brendon, por Salzburgu është një ekip. Ai fare një Salzburgu. Po mirë, mund të ketë rënje, por nuk mund të ketë rënje që të mundet nga Dinamo. Kështu që mendon që Dinamos në play-off mund të marrë. Egnatia, unë të thash në fillim që në kam shpresë për një ekip në Kupat e Europës është Egnatia, dhe shpresoj shumë që Egnatia të shkojë të paktën në Conference League, ndërkohë që me këtë që dëgjova se nuk e kisha informacionin, Dinamo do ndaloj në maksimumin në play-off. Okej, unë paktën kam akoma pak besim. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët, do të shihemi sërish javën e ardhshme. Ju falenderojmë që na ndoqët, mos harroni të bëni subscribe, komentoni, për gjithë ata që kanë humbur episodet e kaluara, mund të gjeni të gjitha në YouTube-in e Korçabum. Ju lëm takim të martën e ardhshme në të njëjtën orë. Miru takofshim.